robi sprovohet simbas imanit dinit e tina. Nëse në dinin e tina ka qëndrueshmëri, i shtohet sprova. Për atë arsye ka në hadith të Mus'ab bin Sa'dit prej babait të tij, cilët njerëz provohen më së shumti. Ka thonë el anbiya, pejgamberët, ata më së shumti. Pastaj ata që janë të devotshëm, nuk janë pejgamber, por janë lartë në devotshmëri. Imani i tyre është i madh, i fortë, të devotshëm. Pastaj ata që vinë nënta, pastaj ata që vinë nënta. Simbas imanit. Robi sprovohet simbas imanit i dinit i tina. Robi sprovohet simbas imanit i dinit i tina. Nëse në dinin e tina ka qëndrueshmëri, i shtohet sprova. Por nëse në dinin e tina ka butësi, imanin e deft, but, khuffif anhu, e zvogëlohet sprova. Pra, pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam po tregon se krejt muslimanët në dynja sprovohen, duke filluar prej pejgamberve që sprovat i kanë më të rënda, tanë ata që janë nënta, tanë ata që janë nënta dhe kështu me radhë. Njeriu sprovohet simbas dinit tina, imanit. Nëse imani ka të fortë, i shtohet sprova. Nëse imani ka dopt, i zvogëlohet sprova.